Hapja e zyrës së Parlamentit Evropian në Tiranë për kryeministrin Edi Rama është një augur i mirë gjeopolitik për Shqipërinë. Lajmin e bëri të ditur në komunikimin sy me sy në Facebook, ku nuk i la pas ironit me opozitën. Këtë vendim të PE kreu i qeverisë e lidhi me pretendimet e të djathtëve, se ka lidhje të forta me biznesmenin George Soros. Si ka mundësi Sorosi, i fshehur mbas Roberta Metsolës dhe Parlamentit Evropian, që vazhdon në vepron si diversant. Në episodin e fundit të rubrikës në rrjetet sociale, kritikat e Ramës shkuan dhe ndaj gjykatave, duke i kërkuar të mos bëhen të njanshme. Që gjykata të funksionojë dhe jo të notarizojë çdo gjë që kërkon prokuroria, se për këtë punë janë gjykatat. Përtej kritikave, për shefin e qeverisë, eksponentët socialist kanë vendosur qafën e tyre në shpatën e drejtësisë së re, duke lënë të kuptohet se askush nuk është i mbrojtur. Dhe vë edhe veten e vet, qafën e vet, në dispozicion në rast se shpata kërkon qafën e vet të pushtetit, për bëma të cilat natyrisht janë të ndaluar. Komenteve se duhet të shtoj kontrolle për punën ndaj ministrave, Rama i dha këtë përgjigje. Ligji nuk e lejon që mund të bëj kontrolle kështu siç i imagjinon ti. As me zakon, po as me logjik që nuk funksionon kështu. Dhe njëherë deklaroi se është i vetmi që mund ta ndarësoj vendin e Union. Dhe prandaj duroj lloj-lloj kukumjaçkash, e lloj-lloj salamandrash, e lloj-lloj insektesh, dhe prandaj vazhdoj të jem këtu. Duke i rikthyer formës me të cilën Partia Socialiste do të shkojë në zgjedhje, ku deputetët me një mandat do të jenë në lista hapur. Kryeministri lajmëroi se në listat e kandidatëve do të ketë emra të rinj.